Se vapi i syfirit, hoq? Po, se vapin duke se e tregova, pëtan. Qonën syfir... Se ka bereqet. Ka bereqet. Kjo është e para. Po, Pa është një hadith tjetër të cilën, sa më kujtohet, e transmeton dhe thot një api shokët për Amiri sallallahu aleyhi sallam, Ebu Khudri, qka thot? Thot, Allahu edhe me lachet bojnë dua për që ata që ka qunë syfir. Allahu edhe me lachet. Ju sa lune, do thot arabisht do me thonën që ka bojnë lutje. E përgjëtan. Thot bojnë dua për ka për ty që ka e quë në syfir. Ashtu që madhështore shumë e madhë. Do thot Allahu dhul gjilal me të përmen edhe me lachet ty me të përmenën për shka për atë arsye se e ngrit. Për ka e ngrit? Për hirtë Allahu dhul gjilal. E kur ngritesh për hirtë Allahu dhul gjilal, do thot e kije se vapin e madhë. Inshallah Allahu dhul gjilal nuk në ndanë për këti se vapit, për në banë për atinve dhe thotë që ka kemi se vap në zbatimin e syfyrit. Amin, inshallah.